Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft, thot: kush e neglizhon edukimin e fëmijës së tij, atë që i bën dobi, vetëm se i ka bërë padrejtësi. Shumica e fëmijëve kanë devijuar në besim dhe moral si rezultati i neglizhencës së prindërve, për t'u mësuar atyre fenë dhe rregullat e saj. Prandaj i humbën dhe i shkatëruan kur ishin të vegjël, dhe kështu si bën dobi as vetes së tyre e as prindërve kur u rritën të mëdhenj. Prandaj, o ti prind, mos përshpejto me qortim kur të rikujtoj se ke detyrime ndaj fëmijës tënd. Në rast se e neglizhojmë këtë anë, atëherë fëmijët janë fajtor pse në mesin e tyre ekzistojnë të tillë që nuk respektojnë, devijojnë, inatosen, urrejnë dhe këto veti si vërejmë vetëm sa atëherë kur paraqiten. Shumë familje dhe shoqëri i mundon ky problem, ndërsa çdo prind dëshiron ta sheh fëmijën e vet në rrugë të drejtë dhe me moral të mirë. Por si ta arrim këtë grad kur ne i neglizhojmë fëmijët? Shumica e shtëpive tona si edukojnë fëmijët me element themelor të edukatës: përcjellja, vështrimi, pajtimi, butësia, besa, shoqërimi, dhënia e shanseve dhe disa prej kuptimeve themelore edukatore, parafërsisht se ekzistojnë tek ne.